bindë dakord do fliste me rusët, me siguri që neve në këtë moment nuk mund të gjykojmë me saktësi se për çfarë u fol atje, pasi niveli i sekreteve është maksimal dhe kur erdhi u aterrua në Moskë, ul avioni në Moskë, avioni amerikan në Moskë, kur e pyetën le të themi zëdhënësin e Kremlinit Peskov, ai tha që nuk di gjë për asnjë avion, do të thënë gjithçka bëj sekrete, maksimalisht, por ka pasur reagime, ka pasur komente, biles ka pasur komente dhe nga qarqet, nga gazetarët e pullit të Kremlinit, pra ata që janë rrethotur Putinit dhe kanë deklaruar për shembull një fakt kurioz që ditën e djeshme Putini kishte një aktivitet të madh, nuk u përmend se çfarë konkretisht, po një aktivitet të madh ku me organizimin e këtij aktiviteti u morën mbi 100 persona dhe ai aktivitet u anullua pikërisht dje, pra më sa duket pikërisht për ardhen e delegacionit amerikan. Delegacioni ishte mjaft, le të themi, përfaqësuar dhe përveç shefit të CIA-s, Ratcliffe, ka pasur dhe bashkëpunëtor të tjerë dhe ka pasur një autokolon të tërë amerikane me makinat me numra diplomatik amerikan që shkuan në lëvizje në drejtim të Moskës dhe flitit që shefi i CIA-s ka qenë në Moskë rreth 4 orë. Për çfarë u fol dhe me kohë fol nuk u fol, por gjithsesi përsëri Peskovi deklaroi që Putini nuk është takuar me të, gjë që nuk mund të jetë 100% e vërtet, por nuk ka, domethënë, prova për momentin që janë takuar, por sigurisht që ai është takuar me homologun rus, por ka të ngjarë edhe me vetë Putinin. Por çfarë mund të sjellë kjo vizitë e papritur në fakt e shefit CIA-s në Moskë? Faktikisht nuk është aq e papritur, biles në një nga emisionet tuaja, besoj një muaj gjysmë përpara, unë kam folur për mundësinë e ardhjes në Moskë të shefit të CIA-s, pasi kështu qarkullonin lajmet atëherë, lajmet e pa konfirmuar në atë kohë, dhe flitej që në vjesht ka të ngjarë që shefi i CIA-s do të vijë me një vizitë në Moskë, por ata u përshpejtuan. Ndoshta këtu ka përveç, domethënë, një nga temat e bisedimeve mund të jetë ato lajme që qarkullojnë që Rusia mund të godasë vendet e NATO-s dhe për të bindur për që kjo gjë nuk do të ndodhë, ndoshta shefi amerikan i CIA-s për të paralajmëruar Rusin vajti në Moskë. Më vërtet mund të ketë sjell në Moskë, si të themi, edhe bastonin dhe edhe karotën. Pra, nga një ranë, domethënë, paralajmëron Rusin për të mos bërë hapa të tillë ndaj NATO-s, për të sulmuar NATO-n. Nga ana tjetër, ka të ngjarë që marrëdhëniet me Rusin janë të ndera dhe vizita e shefit të CIA-s nuk është një vizitë miqësore, por është një vizitë pune dhe një vizitë që mund të sjellë rezultate në të ardhmen, duhet parë se në çfarë drejtim do të zhvillohen ngjarjet, por thonë që Putini pikërisht dje ka firmosur 3 dekrete të sekretshme. Pra të panjohura për askënd, domethënë janë inkognito. Nga ana tjetër, menjëherë mbas largimit të Ratcliffe nga Moska ka pasur një avion zyrtar rus që është larguar në drejtim të panjohur menjëherë. Pra mund të ketë kjo lidhje dhe me situatat e ndryshme ndërkombëtare përfshirë dhe Iranin. Ndoshta mund të ketë pazare, sepse në të tilla raste kur shefat e shërbimeve sekrete takohen, sidomos të fuqive të mëdha, gjithmonë priten pazare të ndryshme që ata bëjnë në dobi të tyre dhe në kurisë të dikujt. Ndoshta mund të kenë folur edhe për shkëmbimin e informacioneve të ndryshme të inteligjencës së Rusisë me Iranin, mund të kenë prekur edhe temën e Kubës, por gjithsesi për momentin asnjë koment nga pala ruse. Mendoj që fillimisht do të fillojnë të tregojnë amerikanët ndonjë lajm, sidomos presidenti Trump që i pëlqen të deklarojë shumë gjëra. Nga ana tjetër duhet theksuar që vetë Ratcliffe i përket atij bllokut më pro-Ukrainas në administratën e presidentit amerikan. Pra nuk është një mik në thonjza i Rusisë, por i përket atyre falkonjve të luftës që thohet,
Dhe ndoshta tashti vetë presidenti Trump e ka dërguar në Moskë për të thyer akullin dhe vetë presidenti rus ka deklaruar pak ditë më përpara që situata në front mund të zgjidhet me aktualitetin që është atje dhe jo me armë pushime të ndryshme. Megjithatë, flitet që edhe palë amerikane mund të ketë propozuar armëpushim në detin e Zi, gjithashtu edhe mosgoditjen e objekteve energjetike të dyja palëve, pasi situata në sistemin energjetik botror po përkeqësohet, duke pasur parasysh dhe gjendjen e nder që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Iranin nga një ran, por dhe luftimet e Ukrainës me Rusisë dhe goditjet e sistemeve energjetike të njëri tjetrit sjellin gjithnjë më shumë rritjen e çmimit të energjisë elektrike, të karburantëve tjerë që përkeqëson situatën edhe në veç Shtetet e Bashkuara të Amerikës në prag të zgjedhjeve në Senat. Faleminderit Shapuma për këtë lidhje drejt për drejt për aktualitetin e ri gjeopolitik. Apo të vjetër mbetet shihet. Faleminderit edhe një herë. Ishim bashkë me